distinguished representatives of the European Investment Bank, Your Bankës Evropiane të Investimeve, shkëlqësia juaj, Presidente Nadia Calviño, i dashur kryeministër, të nderuar zonja dhe zotërinj të ftuar, është kënaqësi e madhe për mua që mund të mbaj këtë fjalë hapëse sot në ceremoninë e nënshkrimit të instrumentit, marrëveshje për instrumentin e transformimit dhe inovacionit dhe transformimit të gjelbër midis Bankës Investimeve dhe Bankës Intesa. Kjo sot nga për mua nuk është thjesht mbajtja e një fjale në një ceremoni apo thjesht prani për nënshkrimin e një marrëveshjeje, por ka të bëjë me pikën ku është ekonomia shqiptare sot dhe ku po drejtohemi dhe çfarë është më rëndësishme se si po punojmë për të ardhmen tonë me partnerët tanë europian. Së pari duhet të flas paksa se ku jemi sot. Zhvillimi ekonomik shqiptar është në një moment mjaft të mirë. Dekadën e kaluar, Shqipëria në fakt kaloi një transformim, jo vetëm institucionalisht, por edhe teknologjikisht. Ndërkohë ekonomia shqiptare sot është më e formalizuar, më transparente dhe më konkurruese se sa më parë. Në mbi një dekadë, PBB-ja jonë është rritur nga 13 miliard në mbi 27 miliardë euro. Në fakt, 70% e eksporteve shqiptare tashmë shkojnë në Europë, duke treguar se sa shumë po integrohet ekonomia jonë me atë evropiane. Në të njëjtën kohë, Shqipëria ka ruajtur stabilitet makroekonomik dhe ka forcuar financat publike. Borxhi publik është ulur nga mbi 70% e PBB-s një dekadë më parë në më pak se 50% sot, ndërkohë që ekonomia ka vazhduar të rritet nga 3.5 në 4%. Ky transformim është nxitur e shtyr nga një prej reformave më të rëndësishme që kemi ndërmarrë, digitalizimi. Sot, shërbimet publike në Shqipëri janë më shumë se 95% ofruara online, ndërkohë që janë 1200 shërbime që ofrohen, duke ulur në mënyrë domethënëse burokracinë, koston dhe barma administrative për qytetarët dhe për bizneset. Po çka është më e rëndësishme ndoshta është që vetë bizneset shqiptare po transformohen. Sot 99.4% të ndërmarrjeve shqiptare përdorin internetin, teknologji digjitale në aktivitetin e tyre, ndërkohë që investimet në automatizim, software, zgjidhje digjitale, sisteme digjitale dhe inovacion rriten vit pas viti. Dy fjalë për ku po drejtohemi, për ku po shkojmë. Në fakt rruga jonë është shumë e qartë në një drejtim, në drejtimin evropian. Kjo është një mundësi e jashtëzakonshme për komunitetin tonë të biznesit që shoqërohet natyrisht edhe nga shumë sfida për të arritur standardet e kërkuara për të konkuruar në tregun e përbashkët evropian. Na duhet të investojmë, na duhet të përqendrohem te rritja e produktivitetit, teknologjia, inovacionit e transformimit digjital dhe po kështu natyrisht në integrimin në zinxhirët e vlerës Bashkimit Evropian. Që bizneset shqiptare të arrijnë këtë synim. Ne po kërkojmë gjithmonë më shumë financim në këto drejtime dhe kjo është saktësisht arsyeja pse marrëveshja e sotme është shumë e rëndësishme për ne. Instrumenti për inovacionin, transformimin e gjelbër ju përgjigjet natyrisht këtyre nevojave. Ai është ndërtuar e konceptuar nga Banka Evropiane e Investimeve, nga Komisioni Evropian, e gjithashtu përfshin investime nga BEI, nga Komisioni e natyrisht përqendrohet te këto investime. Shqipëria është vendi i parë në Ballkanin Perëndimor ku ky instrument prezantohet dhe kjo reflekton besimin që partnerët tanë kanë tek ekonomia jonë sot, tek stabiliteti makroekonomik, por çka është më e rëndësishme te bizneset shqiptare për të modernizuar e për të konkurruar në tregjet evropiane. Kjo marrëveshje nënshkruar sot me Bankën Intesa San Paolo për Shqipërinë është 20 milion euro financim i ri që do të vjetë në dispozicion bizneseve shqiptare në kushte të favorshme financimi. Ky financim do të mbështet investime në tranzicionin e gjelbër e digital, në automatizimin industrial, inteligjencën artificiale, software dhe sistemet cloud, logjistikën inteligjente, energjinë e ripërtëritshme, eficiencën energjetike dhe
projekte që lidhen me qëndrueshmërinë e klimës. Një element veçanërisht i rëndësishëm te i cili dua të ndahem është mekanizmi cashback. Përmes këtyre granteve europiane, 10% e investimeve të kryera nga biznesi në inovacion, në digitalizim dhe në tranzicionin e gjelbër do të kthehen mbrapsht, do të paguhen mbrapsht pas zbatimit të suksesshëm. Ky mekanizëm që do të nënshkruhet sot në fakt ul kostot e investimeve për bizneset dhe krijon stimuj më të fortë për kompanitë që të modernizohen dhe të investojnë në teknologji. Në të njëjtën kohë, instrumenti në fjalë mbështet startupet, inkubatorët, gjithashtu edhe ato kërkuesi dhe sistemet më të gjëra të inovacionit dhe lidhet drejt për drejt me një nga përparësitë tona kryesore për inovacionin. Zonja Zotrin, dua të falenderoj sinqerisht Bankën Evropiane të Investimeve dhe të gjithë partnerët, Komisionin Evropian, Bankën Intesa San Paolo që kanë kontribuar për ta mundësuar këtë marrëveshje. Besoj fort se ky është vetëm fillimi i një faze të re bashkëpunimi që do të ndihmojë për shpejtimin e ekonomisë shqiptare dhe do të mbështet zhvillimin e një sektori privat më modern, më konkurrues e më novator. Faleminderit. Please join me in welcoming Nadia Calvino. Bashkoni me mua për të uruar mirëseardhjen zonjës Nadia Calvino, presidente e Bankës Europiane të Investimeve. Well, dear Prime Minister, I dashur kryeministër Rama, e dashur ministre, e kam fjalën edhe për kolegët që janë bashkuar me ne, i nderuar zëvendës president De Groot dhe përfaqësues të medias. Faleminderit shumë që keni ardhur. Është një nder i madh, po mbi të gjitha është një kënaqësi e madhe të vizitosh Shqipërinë për herë të parë si presidente e Bankës Evropiane e Investimeve. Është kënaqësi pra edhe të vizitoj për herë të parë Shqipërinë jetën time dhe po i thoja kryeministrit Rama sa më ka lënë mbres për parimi i vendit të cilit ju referuat, ministre. Ndryshimi në 10 viteve e fundit është fenomenal, ndryshimet janë mbreslënse dhe në fakt edhe synimet që keni për një të ardhme brenda Bashkimit Evropian mendoj është rruga e duhur përpara. Patëm një takim shumë produktiv, do të zhvillohen edhe një sër takimesh të tjera më pas nga zëvendës presidenti Groot me ministre përfaqësues të tjerë, të cilat mendoj që pasqyrojnë fuqinë e Europës që frymëzon e tërheq rëndësia për të qenë në Bashkimin Evropian, sidomos në një botë se kjo e sotmja, e mbushur për plot me konflikte dhe sfida. Europa shquhet se një farë stabiliteti, besimi, konfidence. Ajo shquhet si një superfuqi dhe në fakt u preka gjatë kësaj jave të Europës të eci në për Tiranë dhe të shoh kaq shumë flamuj europian në qytete të ndryshme, në ndërtesa të ndryshme qeveritare, por edhe në rrugë, çka tregon besoj ambicien dhe pasionin që ka ky vend dhe populli i tij. Përveç kësaj, bashkëpunimi ynë tregon vendosmërinë e palëkundur e të fortë të Bankës Evropiane të Investimeve për të qenë partnere me vendin tuaj, si një motor investimi për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Kemi investuar tashmë 1 miliard euro deri më tani në Shqipëri, me një ndikim shumë të fortë në fusha të cilat janë pranë jetës qytetarëve, si transporti, energjia, uji, zhvillimi i teknologjive digjitale, të cilat i përmendët po ashtu një moment më parë. Sot më vonë do të vizitojmë disa prej klientëve, disa prej kompanive të vogla që kanë përfituar nga kushtet e favorshme të financimit për Bankës Evropiane të Investimeve dhe mendoj që është diçka e shkëlqyer që do të nënshkruajmë këtë marrëveshje kyç me Intesa San Paolon për të ofruar financime për biznesin shqiptar. Aktualisht po mbështesim modernizimin e kurudhave shqiptare, të rrjetit hekurudhor, gjithashtu edhe sistemin e ujësjellësit në Tiranë, infrastrukturën urbane në Shqipërinë e Veriut për të përmirësuar kushtet e jetesës, ndërlidhshmërinë rajonale dhe turizmin dhe në 2023
2026 synojmë të rrisim financimin ton në këtë vend me 60%. Siç e thash një moment më parë, kjo tregon vendosmërinë e palëkundur e angazhimin e Bankës Evropiane për të investimeve për të mbështetur rrugtimin shqiptar të Bashkimit Evropian. Sot po nënshkruajmë këtë linjë krediti 20 milion euroshe me Intesa San Paolo dhe me këtë nënshkrim mbështesim po kështu apo po themi vërtetojmë edhe angazhimin ton ndaj biznesit vogël. Nuk janë infrastrukturë, nuk janë kompani të mëdha, por biznesi i vogël dhe i mesëm që janë në fakt zemra e ekonomisë, siç e kemi diskutuar edhe me kryeministrin. Gjatë 10 viteve të fundit, më shumë se 20.000 ndërmarrjet vogla e të mesme kanë përfituar nga financimi ynë, ofruar në partneritet me banka tregtare. Në këtë mënyrë, ne mbështesim jo vetëm rritjen e vendit, por gjithashtu mundsojmë që kompanitë shqiptare të jenë në përputhje me standardet evropiane, qoftë kjo për efikasitetin e energjisë, digitalizimin apo modernizimin e modeleve të tyre të biznesit. Më lejoni ta mbyll këtë fjalë hyrëse, duke theksuar se për ne, vende kandidate si Shqipëria nuk janë thjesht kandidate, janë partnere. Do të jenë aksioner të ardhshëm të Bankës Evropiane të Investimeve. Kësaj jemi më së të interesuar përpara antarësimit, gjatë antarësimit dhe pas antarësimit që të kemi marrëdhënien më të mirë të mundshme dhe jam shumë e lumtur të ndaj me ju që marrëdhënia jonë me qeverinë është e shkëlqyer, marrëdhënia jonë me sektorin privat është po kështu e shkëlqyer dhe shpresojmë që këto lajme të mira do të vazhdojnë të vinë të ndahen vitet që vijnë. Banka Evropiane e Investimeve mund të jetë një partnere e besueshme dhe e qëndrueshme për Shqipërinë. Faleminderit shumë. Më së fundi kemi nderin që të presim kryeministrin e Republikës së Shqipërisë, shkëlqesin e tij Edi Rama. Jam vërtet i lumtur që më në fund të mirëpres në Shqipëri presidenten Calvinjo e dashur Nadia. Më në fund ja dole pas ca kohësh. Nuk mund të jem më i lumtur se kaq, ndërsa dëgjoja mbresat tuaja për Tiranën, për një vend që e vizitoni për herë të parë. Sepse tani jam i sigurt që do kthehesh. Ky është problemi gjithmonë. Nuk është e lehtë të hedhësh hapin e parë, po pastaj Shqipëria të bën të hedhësh hapin e dytë, të tretin e kështu me radhë. Jemi këtu për diçka që është shumë e rëndësishme për ne. Japse deshëm ta theksojmë sa më shumë të jetë e mundur këtë vizitë, këtë takim me Bankën Evropiane të Investimeve, me presidenten e kësaj banke dhe ekipin drejtues, sepse për ne është shumë e rëndësishme nevoja për të bërë gjithçka të jetë e mundur për të mbështetur të gjithë ata njerëz që i besojnë sipërmarrjes së lirë dhe ndërmarrjeve të tyre të vogla e të mesme. Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë partnerët tanë më të rëndësishëm në krijimin e vendeve të punës, për të mbështetur familjet dhe sigurisht për të krijuar hapësirë për të rinjt që të rriten dhe për të dhënë vendit kaq shumë gjëra të mira. Ja pse jemi këtu, sepse tashmë ndjehemi më të fortë duke pasur Bankën Evropiane të Investimeve dhe edhe Bankën Intesa San Paolo, që në fakt po përfshihen në një përpjekje që ne kemi nisur tashmë së qeverisë së bashku me Bankën Qendrore, me sektorin privat, për të mbështetur
enterprise. Programin e madh për dyfishimin e sipërmarrjeve, Something that që është concern and relates to the saktësisht diçka që lidhet dhe ka të bëjë me ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. what makes important the stepping in of Ajo çfarë e bën të rëndësishme këtë hyrje të Bankës Evropiane të Investimeve së bashku me Bankën Intesa San Paolo nuk është thjesht vlera e parave. Në këtë rast, for this program a much bigger amount of money. për këtë program do të kushtojmë një vlerë shumë më të madhe parash, por është dia, është mundësia për të mësuar nga Move in this direction mënyra se si ato do të ecin në këtë drejtim from them dhe the për të bërë maksimumin experience për të përfituar prej tyre so many years but përvojën që kanë krijuar në kaq shumë vite në mbështetje të shteteve anëtare për të transformuar vetë e për të mbështetur në vëmët në mbar Bashkimin Evropian. dear Nadia, you E asked dashur Nadia, before coming here përpara se të vinim këtu, më pyete to be still stubbornly looking pse forward to join the European Union. vazhdojmë të këmbgulim, të presim me padurim të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian, edhe pse situata nuk është fort frymëzuese sot. Answer. Kam një përgjigje shumë të thjeshtë, There is no alternative to freedom sepse nuk ka alternativë and përkundrejt lirisë individuale equality in front of the law. dhe shtetit të së drejtës, që ka nënkupton barazisë përpara ligjit. Shqipëria kur nuk ka pasur një plan B. Shqipëria kur Any other nuk direction. i ka hedhur syt në një drejtim tjetër, sepse ne dim prej historisë tonë, e kemi mësuar në kuriz Every që possible plan B or C çdo plan i mundshëm B apo C është plan pa liri individuale dhe pa barazi përpara ligjit. E kemi pasur për një kohë të gjatë we dhe don't want nuk duam to even imagine. as ta çojmë në përmend që mund Of të course, kthehemi times have changed and në ato kohë. Natyrisht kohët kanë ndryshuar are dhe showing up. po shfaqen aktor të tjerë Still the essence is there. ndryshe, por thelbi është aty. One shining city. Thelbi on the hill është i pranishëm, ka vetëm një qytet që shkëlqen mbi kodër për atë që ne duam më fort, që është liria jon e nevoja për të jetuar në sundimin e ligjit. European. Dhe ky qytet është qartësisht Bashkimi Evropian për ne. Unë e them për herë, There is a reason why. ka një arsye, There are many, but at ka least shumë arsye, po së paku në këtë rast do të përmend një, the Afghans or the Iraqis se afganët apo irakianët nuk ja dolën. and this reason is they didn't have Arsyeja është se nuk kishin Bashkimin Evropian si horizontin e tyre, si source burimin e dijes as a partner dhe in the si struggle partner në përpjekjen për të ndërtuar një shtet funksional me institucione funksionale. Liria pra nuk mjafton, desire sepse mund të fashitet. Dëshira për të jetuar në sundimin e ligjit nuk është mjaftueshëm, mund të fashitet, të duhet njohuria dhe Bashkimi Evropian ofron njohuri që askush në botë nuk bless and this is i ka. Dhe ky është bekimi ynë, ky është shansi ynë dhe ne duam të përfitojmë prej tij. Ju po na ndihmoni për këtë gjë dhe dua të sigurohem që help us. ta dini që në fakt Believe in us. keni të drejtë që po na ndihmoni. Even writer Në fakt keni dhe të drejtë që besoni te ne dhe do të keni edhe më shumë të drejtë për të marrë still breathing stereotypes about us. me rezerva edhe disa stereotipe që ende gjallojnë për ne. Ne jemi një vend që ka probleme, por kemi bërë një rrugë të gjatë për të ardhur këtu ku jemi. E dim që
ka ende rrugë për t'u bërë derisa të jemi pjesë e Bashkimit Evropian, po ndërkohë jemi krenar certain things that have changed që the relation kemi bërë gjëra që kanë ndryshuar marrëdhënien midis individit dhe shtetit, siç e përmendi dhe ministria, duke transformuar shërbimet tona digital governance në platform. një platformë të mirëfillt digjitale të qeverisjes, duke ju dhënë mundësi qytetarëve me 95% të shërbimeve ta marrin këtë shërbim duke mos bërë asgjë përveç se duke klikuar në telefonat e tyre celular apo kudo ku janë në Shqipëri e në botë. Ndërkohë jemi edhe shumë krenar Such an incredible transformation of që kemi kryer një transformim kaq të jashtëzakonshëm të sistemit tonë të prokurimit publik, considered që tashmë konsiderohet commission nga Komisioni experts Evropian, ekspertët e Komisionit Evropian, konkretisht nga Sigma dhe OECD-a, public procurement system si in the Western Balkans. sistemi më i mirë i prokurimit publik në Ballkanin Perëndimor. A system that is in the average of the European Union. Një sistem që ndërkohë është në mesatarën e sistemeve shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Pa dashur të marr më shumë nga koha juaj e pa dashur që të zgjat më shumë fjalën time, dua t'ju them që po presim me pa durim që të forcojmë bashkëpunimin me Bankën Evropiane të Investimeve, siç e thash, pikë së pari për të marrë sa më shumë të jetë e mundur nga dija juaj e jashtëzakonshme dhe së dyti, sigurisht për t'ju bërë të investoni më shumë në Shqipëri. We have Si që unë informova, tashmë kemi një bank të re zhvillimit të sapo themeluar të Shqipërisë, që është një instrument i ri që shpresoj do të përdoret jo vetëm nga ne, por edhe nga ju, si një instrument për shërbyer si urë midis nesh dhe Bankës Evropiane të Investimeve. Thënë të gjitha këto, jam shumë mirënjohës edhe Bankës Intesa San Paolo, jam mirënjohës të gjitha atyre që kanë kontribuar deri më tash për gjithçka që ju përmendët në të gjitha drejtimet, e po kështu jam shumë mirënjohës që me sa duket e more seriozisht kërkesën time për të investuar më shumë në kulturë. Kemi nevojë për këtë sepse kultura është ajo që na lidh thellësisht me Europën, është ajo që na bën të ndihemi europian. Dhe çka është më e rëndësishme, na bën të kuptojmë pse Europa është diçka që ja vlen të luftohet. Faleminderit shumë. Marrëveshja e sotme midis Bankës Evropiane të Investimeve dhe Bankës Intesa San Paolo Shqipëri parashikon 20 milion euro linjë kreditimi shoqëruar me një 10% stimul granti kushtuar për mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla të mesme në Shqipëri. Instrumenti do të nënshkruhet nga zoti Robert De Groot, së vendës presidenti i Bankës Evropiane të Investimeve dhe zoti Giuseppe Giampiero, drejtues ekzekutiv i Intesa San Paolo. Ftoi kryeministrin Rama, presidenten Calvino dhe ministren Brahimaj të dëshmojnë nënshkrimin e marrëveshjes.